me mësu fenë Allahut azza wa jall, me mësu fenë e Zotit. Ose më mjaftu ja mësu më fal edhe u kry. Hoxha ka për obligim me ditë më tepër, ja. Të mësohemi se çysh edukohet fëmia, të mësohemi se si duhet mi pas një raportet me gruan e tij në shtëpinë e tij, gruaja se çfarë obligimi ka ndaj burrit, çysh udhëheqet shtëpia, çysh udhëheqet pasuria, çysh administrohet me atë çka e ki, e kështu me radhë. Nga se Sara nuk dish me punu me Kur'an e me Sunet, ki me punu me ato çka kundërshton kët e jeron sprova. Allahu azza wa jalla përmend një ajet, thot: "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Këtë ajet Allah i përmend veç dy alternativa, s'ka tretën. Veç dy i përmend. Fa in lam yastajibu laka, nëse ata ty nuk të përgjigjen, nëse ata nuk të ngojnë ty, nëse ata nuk bojnë që ti ke mësu, o Muhammed, çka kanë bua ata? Ata e kanë pasu epshin e tyre, kanë pasu kojt në tyre, kanë pasu shejtanin. S'ka e treta. E treta nuk ka. A do në mësu, a do në me e pasu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Po Allah hoqë po duhëna. Unë e du Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mirë kënë regull. Kur e ke lezu herë në mram një fjallë të tina pëtër? Kur e ke qenë herë në fundet Riyadu Salihin? Ose çfarë do libër që ka fjallë të ti të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me mësu fenë e ti? Kur ka qenë hera e fundit që e ke qenë një libër të fesë edhe ke lezu bashkë me rap të shvizmon të këshumë që apëllot Zotin këtë Kur'an, të këshumë që apëllot Zotin këtë libër të ti të shajt që ka apëllot Muhammedi sallallahu e kështu me radhat. Në shtëpi që nuk lezohet Kur'ani, në shtëpi që nuk lezohet hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në shtëpi që nuk pasohet feja Allahut azza wa jall, ata janë të gatshëm që sprova më e parë, fitnë e parë, telashe e parë, i shtran për tokë.